Ky është një neuron, i cili ka 4 pjesë kryesore: dendritet marrin informacion, trupi qelizor e përpunon dhe i integron këtë informacion, aksioni e mbart informacionin në distancat e gjata nga një pjesë e neuronit në tjetrën, dhe terminali i aksonit e transmeton informacionin te qeliza tjetër në zinxhir. Një tufë aksonësh që udhëtojnë së bashku quhet nerv. Nervat mund të jenë shumë të gjatë, sepse shpesh duhet të transmetojnë informacion në distanca të mëdha. Siç pam, dendritet janë pjesa e neuronit që merr sinjalet hyrëse. Bazuar në forcën e këtij stimulimi hyrës, neuroni duhet të vendosë nëse do të përcjellë sinjalin apo jo. Nëse stimulimi është i mjaftueshëm i fortë, sinjali transmetohet përgjatë gjithë gjatësisë së aksonit, në një fenomen që quhet potencial veprimi. Kur kjo ndodh, themi se neuroni shkrep. Transmetimi i një sinjali nervor varet plotësisht nga lëvizja e joneve, pra grimcave të ngarkuara. Jone të ndryshme, përfshirë natriumin, kaliumin dhe klorurin, janë të shpërndarë në mënyrë të pabarabartë midis brendësisë dhe jashtësisë së qelizës. Prania dhe lëvizja e këtyre joneve është e rëndësishme jo vetëm kur neuroni shkrep, por edhe kur është një gjendje pushimi. Për të filluar, le të mendojmë për jonet pozitive të natriumit dhe të kaliumit. Kur një neuron nuk po dërgon sinjal, ai konsiderohet në gjendje pushimi. Në një neuron tipik në gjendje pushimi, përqendrimi i joneve të natriumit është më i lartë jashtë qelizës sesa brenda saj. Përqendrimi i joneve të kaliumit është i kundërt, me më shumë jone brenda qelizës sesa jashtë. Kjo ndarje jonike ndodh pikërisht në membranën qelizore dhe krijon një gradient kimik përmes membranës. Me që jonet janë grimca të ngarkuara, duhet të marrin parasysh edhe ngarkesën e tyre. Në gjendje pushimi, ka më shumë jone me ngarkesë pozitive jashtë qelizës sesa brenda. Kjo krijon një diferencë ngarkese përmes membranës e quajtur gradient elektrik. Së bashku me gradientin kimik, kjo pabarazi quhet gradient elektrokimik. Diferenca e ngarkesës totale midis brendësisë dhe jashtësisë së qelizës quhet potenciali i membranës. Në gjendje pushimi, potenciali i membranës së neuronit është rreth -70 mV. Kjo do të thotë që brendësia e qelizës është rreth 70 mV më pak pozitive se sa jashtë saj. Si gradienti kimik, ashtu edhe ai elektrik kontribon në krijimin e këtij potenciali. Edhe pse brenda qelizës ka një ngarkesë neto negative dhe jashtë një ngarkesë neto pozitive, ngarkesa rreshtohet vetëm në nivelin e membranës. Lëngu në të dyja anët është në fakt elektrikisht neutral. Potenciali i membranës në pushim është pika ku qeliza ka arritur ekuilibrin elektrokimik. Kjo do të thotë që gradienti i përqendrimit dhe gradienti elektrik për çdo jon janë të barabartë dhe të kundërt. Jonet nuk mund të lëvizin lirshëm përmes membranës. Ato kanë nevojë për një proteinë të vendosur në membranë për të lehtësuar lëvizjen e tyre. Shumica e joneve kalojnë membranën përmes strukturave të quajtur kanale jonike. Jonet lëvizin përmes kanaleve me difuzion pasiv, sipas gradientin të përqendrimit të tyre. Disa kanale jonike janë gjithmonë të hapura, por shumë prej tyre kërkojnë një sinjal për t'u hapur ose mbyllur. Për shembull, kanalet e varura nga tensioni hapen vetëm kur potenciali i membranës arrin një vlerë të caktuar. Kanalet jonike të varura nga ligandët hapen kur ndlidhen me një molekulë specifike. Kanalet mekanike hapen si përgjigje ndaj forcave fizike, si ndryshimet në gjatësi ose presion. Shumica e kanaleve jonike janë selektive, që do të thotë se lejojnë të kalojë vetëm një ose një grup i vogël jonesh. Kanalet jonike të varura nga tensioni zakonisht lejojnë kalimin e vetëm një lloji joni. Prandaj, nevojiten kanale të veçanta për secilin jon, si kanalet e natriumit e kanalet e kaliumit. Kur jonet kalojnë përmes një kanali dhe lëvizin nga njëra anë e membranës në tjetrën, ato e largojnë potencialin e membranës nga vlera e pushimit. Nëse ky ndryshim është i vogël, quhet potencial i shkallëzuar. Potencialet e shkallëzuara mund të kenë mallësi të ndryshme, mund të jenë pozitive ose negative, janë të përkohshme dhe zakonisht nuk shkaktohen nga hapja e kanaleve të varura nga tensioni. Kur hapen kanalet jonike dhe krijohet një potencial i shkallëzuar, neuroni rikthehet në potencialin e membranës në vlerat e pushimit. Kjo realizohet kryesisht nga pompa natrium-kalium, e cila përdor energjinë e prodhuar nga shpërbërja e ATP-s për të prodhuar aktivisht jonet kundër gradientit të tyre të përqendrimit. Me fjalë të tjera, natriumi transportohet jashtë qelizës, ku përqendrimi i tij është më i lartë, dhe kaliumi transportohet përsëri brenda qelizës, kur përqendrimi i tij është më i lartë. Një cikël i kësaj pompe nxjerr 3 jone natriumi jashtë qelizës dhe fut 2 jone kaliumi brenda. Ky transferim i pabalancuar i ngarkesës kontribon në ndarjen e ngarkesës përmes membranës
dhe në përqendrimet ionike që shihen në gjendje pushimi, duke rikthyer gradientët kimik dhe elektrik në nivelet e tyre normale. Ruajtja e këtij ekuilibri në neurone është aq e rëndësishme sa ky proces mund të përbëjë 20% deri në 40% të energjisë totale të trurit. Vetëm kur potenciali i membranës në pushim dhe shpërndarja e ioneve ruhet në nivele të sakta, neuroni është gati të shkrepë një potencial veprimi. Kur stimulimi i jashtëm është mjaftueshëm i madh për të quar potencialin e membranës në trupin e neuronit, nga -70 mV në tensionin prag prej -55 mV ose më lart, kjo shkakton një potencial veprimi në kodrën e aksonit, i cili më pas udhëton përgjatë aksonit. Kanalet e natriumit të varura nga tensioni kanë 3 gjendje: të mbyllura, të hapura dhe të inaktivuara. Në gjendje pushimi, kanali i natriumit është i mbyllur. Sapo membrana qelizore arrin tensionin prag, kanali kalon në gjendje të hapur dhe ionet e natriumit futen me vrull në qelizë për shkak të gradientit elektrokimik. Ndërsa ionet pozitive të natriumit futen në qelizë, potenciali i membranës bëhet më pak negativ dhe më pozitiv, duke ju afruar 0 mV. Kjo quhet depolarizim. Në kalimin e kohës, potenciali kalon 0 dhe shkon deri në rreth +30 mV. Kjo quhet dekalim ose overshoot. Ndërsa potenciali i membranës bëhet pozitiv, porta e inaktivimit të kanalit të natriumit mbyllet, duke e bërë kanalin jo aktiv. Kjo ndalon rrjedhjen e ioneve të natriumit në qelizë. Ndryshimi i potencialit të membranës hap gjithashtu kanalet e kaliumit të varura nga tensioni, të cilat hapen dhe mbyllen më ngadalë. Për shkak të gradientit elektrokimik të kaliumit, ionet e kaliumit dalin nga qeliza, duke e bërë potencialin më pak pozitiv dhe më pas negativ. Ky proces quhet ripolarizim. Me që kanalet e kaliumit mbyllen pak më ngadalë për një periudhë të shkurtër, potenciali i membranës bëhet më aktiv se gjendja e pushimit. Kjo quhet hiperpolarizim. Gjatë hiperpolarizimit, kanalet e kaliumit mbyllen. Gjatë gjithë kësaj kohe, pompa natrium-kalium vazhdon të punojë. Pompa rikthen gradientet kimik duke vendosur natriumin dhe kaliumin në pozicionet e tyre përkatëse. Ajo gjithashtu rivendos gradientit e potencialit duke nxjerrë më shumë ione natriumi jashtë se sa fut ione kaliumi brenda. Kjo e rikthen potencialin e membranës në gjendjen e pushimit. Gjatë ripolarizimit, kanalet e natriumit të inaktivuara nuk reagojnë ndaj asnjë stimuli. Gjatë kësaj kohe, neuroni ndodhet në periudhën refaktare absolute, periudha kur një nerv nuk mund të shkrepë një potencial tjetër veprimi, pavarësisht sa e fortë është stimulimi. Periudha refraktare absolute parandalon që potencialin e veprimit të dhodhin shumë shpejt dhe gjithashtu parandalon që sinjalet të udhëtojnë mbrapsht gjatë aksonit. Gjatë hiperpolarizimit, kanalet e natriumit janë të mbyllura dhe porta e inaktivimit hapet. Nuk ka rrjedhë natriumi, por tani ato mund të hapen sërish. Kjo quhet periudha refraktare relative, sepse edhe pse kanalet e natriumit mund të hapen, nevojitet një stimul më i fortë se zakonisht për të arritur pragun, pasi qeliza është hiperpolarizuar për shkak të daljes së vazhdueshme të kaliumit. Amplituda e potencialit të veprimit për një neuron të caktuar, pra tensioni maksimal që arrin neuroni gjatë një potenciali veprimi, nuk ndryshon kurrë. Një stimul më i fortë nuk e bën potencialin më të madh. Potenciali i veprimit është gjithçka ose asgjë, ose ndodh ose nuk ndodh. Ajo që mund të ndryshojë është frekuenca e potencialeve të veprimit. Një neuron mund të shkrepë shumë herë në sekondë si përgjigje ndaj një dhimbjeje të fortë ose më rrallë si përgjigje ndaj një fllati të lehtë. Disa akson transmetojnë potenciale veprimi më shpejt se të tjerët. Një faktor që rrit shpejtësinë e përqimit është prania e mbështjellësve të mielinës rreth aksonëve. Mielina e përshpejton transmetimin përmes një procesi të quajtur përqim saltator, ku sinjali i potencialit të veprimit duket sikur kërcen përgjatë pjesëve të aksonit të mbuluara me mielin. Në sistemin nervor periferik, mbështjellësit formohen nga qeliza gliale të quajtura qeliza Schwann. Midis qelizave Schwann ka hapësira të vogla të quajtura nyjet e Ranvierit. Potenciali i veprimit duket sikur kërcen nga një nyje në tjetrën, duke përshpejtuar transmetimin. Në sistemin nervor qendror, mbështjellësit formohen nga qeliza të quajtura oligodendrocita. Për të përmbledhur, pas stimul, membrana është në potencialin e pushimit. Një stimul i vogël shkakton një potencial të shkallëzuar. Një stimul mbi prag krijon një potencial veprimi dhe neuroni shkrep.